Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, po I afrohemi ditëve më të mira të vitit, sezonit më të begat të vitit. Po I afrohemi ditëve të haxhit, të cilat konsiderohen ditët si ditë më të mira gjatë vitit. Prandaj çdo kush I cili përjeton këtë ditë dhe këtë kohë le të njihet mirë, sepse Allahu I Madhërisht ka ndarë nga mëshira dhe mirësitë e Tija për të gjithë, edhe ata që shkojnë haxh, edhe ata që qëndrojnë në vendet e tyre kanë ndarë nga mirësitë e Tija të shumta. Prandaj të ndershëm vëllezër, kjo është koha e sezonit të haxhit. Dhe siç e dimë që haxhi është një prej 5 shtyllave të Islamit, e argumentuar me Kur'an, me Sunnet, me konsenzus të dietarëve islam, të shumta janë fjalët e Allahu xhelle xhelaluhu që promovojnë obligueshmërinë e kryerjes së kësaj shtylle prej shtyllave të Islamit. Thot Allahu xhelle xhelaluhu në surët Ali Imran: "Walillahi 'alan nasi hijjul beyti man istata'a ilayhi sabila." Njerëzit e kanë për obligim që për hir të Allahut ta e kryjnë haxhin për ata që I kanë mundësitë. Dhe mundësitë dietarët islam, juristët musliman I komentojnë kështu. Në radhë të parë është mundësia ekonomike, që I bie se ai që e ka shumën që kërkohet për me kry haxhin këtë vit, le të njihet borxhli para Zotit se ka obligim me kry haxhin. Dhe ai që I ka mundësi dhe se ka kry, le ta vendos një pikpyetje të madhe se çka do t'i thotë Zoti. Pastaj mundësia tjetër është mundësia shëndetësore. Pra, shëndeti të jetë mirë. Ai që I ka mundësitë ekonomike, paranë e ka, shëndeti nuk e ka, është rruga qelë e dërgimit të një personi që quhet bedel për mja kry haxhin. Pastaj është mundësia e lirisë, që rruga me qenë e lirë për kryerjen e haxhit. Dhe derisa kjo është, pra I bie se nëse personi muslimani I plotson 2 kriteret e para, atëherë I bie pra mundësia është, prandaj dhe duhet të kryet haxhi. Shumëta janë edhe citate të tjera, por për shkak të kohës po mjaftoj me këtë, dhe porositë e pejgamberit alayhis salam janë të shumta dhe të ndryshme. Hadithi I Ibn Omerit, Allah qoftë I kënaqur me të, është I njohur ku pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Bunyal Islamu ala khamsin", feja islame është e përqendruar mbi 5 shtylla dhe ka numëruar Haxhul Beit, me kry haxhin. Hadithi është në Buhari dhe Muslim. Po ashtu në një hadith tjetër që është në 2 koreksionet e sakta I transmetuar nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot pejgamberi alayhis salam: "Ta'ajjalu bil hajj", përshpejtoni në kryerje të haxhit. Ky hadith përveç që tregon për obligueshmërinë e haxhit, nikosisht është edhe sinjal kujdesi. Përshpejtoni me kry haxhin, sepse mund ndodhë që të privoheni apo pengoheni nga kryerja e haxhit si rezultati I smundjes, I humbjes së automjetit që keni me shku në haxh, apo paraqitet ndonjë pengesë. Pra, ky hadith të ndershëm vëllezër duhet kuptohet, pra ky mesazh profetik të kuptohet si I tillë se nuk do duhej në jetën tonë haxhi të jetë pra stacioni I fundit I punëve, ose obligimi I fundit, detyra e fundit, të rahatojmë çështje tjera e pastaj dikur të këshyrëm ta e kryjmë haxhin, por I bie që haxhi duhet jetë me prioritet. Kjo dhe I kanë nxit shumë jurist musliman që ta debatojnë a duhet kryet haxhi aty për aty si t'i bojmë kushtet apo të vonohet. Sidoqoftë është një mesazh I veçantë. Andaj të ndershëm vëllezër, haxhi konsiderohet vend tubimi më I madh I muslimanëve në Mekë, ku prezantojnë miliona musliman të nacionaliteteve të ndryshme, të ngjyrave të ndryshme, të gjuhëve të ndryshme dhe kulturave të ndryshme, të përkatësive të ndryshme, të gjinive të ndryshme, grup moshave të ndryshme të cilët kanë shku me shprehje për uljen e tyre ndaj Allahut xhela xhelaluhu. Mi paraqit kërkesat dhe ankesat e tyre pranë Allahut xhela xhelaluhu. Prandaj dhe të ndershëm vëllezër, këto kultura dhe këto modalitete të njerëzve që shkojnë në haxh për ta kryer
urdhin e Allahut xhelle xhelaluhu determinon se krejt kjo formë i afron me njëri tjetrin. Gjuhë të ndryshme, nacionalitete të ndryshme, mirë po është i vetëm një synim, të gjithë ja kanë mësuar çabës, për atë arsye dhe shtohet vllazëria, shtohet afërsia, shtohet njoftësia e kështu me radhë. Kudo, në çfarëdo kohe kur të afrohen këto ditë, të gjithë ata që ja kanë mësuar shtëpisë së Allahut, buqet kudo maksima e haxhit, që e thon haxhit, telbien, lebejk Allahume lebejk, të përgjigjem o Zot, të përgjigjem. Dhe kjo konsiderohet pra njëshmeria e Allahut xhelle xhelaluhu, shpreh haxhiu pra afërsinë me Allahun xhelle xhelaluhu, varfërinë e tij pranë Allahut xhelle xhelaluhu, dhe krejt që determinon të ndershëm vëllezër se shoku më i mirë i udhëtimit është shoku i haxhit. Nga kjo shkollë të ndershëm vëllezër mësojmë dhe përfitojmë shumë. Mësimet që nxirren nga shkolla e haxhit dhe vlerat janë të shumta, për shkak kohës së ngujtë po i numëroj disa nga to. Prej vlerave është të ndershëm vëllezër se kryerja e haxhit është klasifikuar në fenë tonë prej veprave më të dashura të Allahut. Kështu për cilë e Buhorera, Allah qoftë i kënaqur me te, është pyet pejgamberi alayhis salam, cila është vepra më e dashur te Allahu? E ka numëru wa hajjun mabrur, haxhi i pranuar. Në mesin e të tjerave që ka numëru, e ka pranuar dhe haxhin e pranuar. Haxhi i pranuar është me kry çysh ka kërku Allahu xhelle xhelaluhu dhe siç e ka kry pejgamberi alayhis salam. E pastaj nëse kryhet kështu haxhi, na ka garantu pejgamberi alayhis salam se s'ka shpërblim tjetër pas xhenetit. Pra që i bie se kryerja e haxhit e siguron xhenetin. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam. Për haxhin e pranuar nuk ka xheza tjetër, nuk ka kompenzim tjetër pas xhenetit. Të ndershëm vëllezër, gjithsesi që njeriu me këndo që takohet nga liderët botëror ose personalitetet veçanta ndihet mirë, ndihet i privilegjuar. Me qenë me ftesë të veçantë është edhe më i privilegjuar. Por haxhiu dhe umrexhiu, të ndershëm vëllezër, janë mysafir të Allahut. Janë më të privilegjuarit në këtë kohë. Dhe kështu do duhet të ndiheshin edhe ata që do të shkojnë haxh, edhe ata që kanë qenë, por kështu duhet me kuptu mesazhin edhe ata që nuk kanë qenë, që të jesh mysafir i Allahut është nder dhe është privilegj i veçantë. Kështu përcjell pejgamberi alayhis salam duke na dhënë si hariç, duke na dhënë mysh dhe thot umrexhiu dhe haxhiu janë mysafir të Allahut. I ka ftu, ju kanë përgjigj. E lusin do t'ja vep ata që e kërkojnë. Andaj duhet të njihet mirë për çdo kush i cili ja ka mësuar pra kryerjes së haxhit. Gjithsesi të ndershëm vëllezër, që prej të mirave që përfitojmë nga kryerja e haxhit është fshirja, pastrimi nga mëkatet, nga gjunahet të cilat, siç promovuam në ligjëratën para hutbes, jemi njerëz, gabojmë dhe mëkatojmë. Haxhi është një prej formave, mënyrave pas kryerjes së urdhrit edhe të pastrohemi nga mëkati. Kështu përcjell pejgamberi alayhis salam duke na thënë, ai i cili e kryen haxhin, duke u ruajtur nga mëkatet, duke ruajtur gjuhën e tij dhe veprimet e tij gjatë kryerjes së ritualeve të haxhit, duke u ruajtur nga mëkatet, kthehet në shtëpinë e tij sikur atë ditë që e ka lindë nëna e tij. Që i bie se pra pastrohemi nga mëkatet. Patjetër të ndershëm vëllezër, që nga shkolla e haxhit kemi edhe mësime për jetën e tonë të përditshme. Nga mësimet që nxjerrmi është se haxhi i mundson muslimanit të kalitet. Të kalitet në aspektin fillimisht shpirtëror, sepse një muaj i plot adhurim i ndryshëm, ani pse haxhi për pak ditë kryhet, por vazhdimisht në qabe dhe në vazhdimsi me rituale, i bie që të kalitet në adhurime. Kjo është një vlerë. Pastaj kalitet edhe fizikisht, sepse haxhi kryhet me mund. Haxhi kryhet pra me shpirt edhe me trup. Prandaj është një kalitje sepse ka mund edhe ka sakrificë, e që njëkohësisht e përçon një mesazh te muslimani se jeta e kësaj bote e kërkon këtë standard që na me u mundu. Duhet me u mundu për me mësu, duhet me u mundu për me punu, duhet me u mundu për me ndihmu dikon tjetër. Pra haxhi është një shkollë e kalitjes për jetën tonë dhe shumë të mira të tjera. Këto ditë të ndershëm vëllezër, po i afrohemi edhe ditëve më të mira të vitit. Dhjetëshi i pari Dhulhijhes po na afrohet
dhe siç e dini që këto janë ditët më të mira të vitit, si ditë i numërojnë dietarët islam më të mira të vitit, nga se Allahu xhelle xhelalu është betuar për 10 e parë të Dhulhijhes, siç thot në suratul Fajr, mas Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin 'ashr, wash shaf'i wal watr. Pasha agimin, pasha kohën e sabahut. Dhe pasha 10 netet që është për qëllim 10 ditët e para Dhulhijhes. Pasha çiftin e që është për qëllim ditët e Kurban Bayramit dhe pasha tekun që është për qëllim dita e Arafatit. Këto ditë janë shumë me vlerë të ndershëm vëllezër që po afrohen. Këto ditë kryesisht i kapin ata që nuk shkojnë haxh. Ligjërata e parë ishte myshdja për ata që shkojnë haxh. Tani kjo pjesa është për ata që nuk kanë mundësi me shku ose këtë vit nuk do të jenë në haxh. Pra, nëse të ka ik haxhi, mos ikin këto vlera. Thot pejgamberi alayhis salam, ehabul ejam, ose ditët më të dashura, ose ditët më të mira ka në transmetim të kësaj bote, janë 10 ditët e para të Dhulhijhes. Në një myshdë tjetër, në një këshill tjetër pejgamberi alayhis salam thot, nuk ka ditë gjatë vitit që puna e mirë është më e dashur te Allahu se sa puna e mirë që bëhet gjatë këtyre 10 ditëve. Prandaj ka porosit shtone sa më shumë madhërimin e Allahut. Pra të ndershëm vëllezër, mos të bëhemi përjashtues gjatë ditëve që po na vijnë, sepse në to e kemi edhe ditën e Arafatit, që është dita më e mira e vitit. Siç është nata e Kadrit, nata më e mirë e vitit, dita e Arafatit është dita më e mira e vitit. Dhe prej mëshirës të Allahut është se Allahu nuk i ka privu as haxhilet nga kjo ditë e as ata që nuk janë haxh. Por ata që janë në haxh është dita më e mira që Allahu krenohet me haxhit para engjëve, para melaçeve. Ndërsa ata që nuk janë haxh është dita që i përmbledh të dy grupet se nuk ka ditë që Allahu amniston nga dënimi më shumë se sa ditën e Arafatit. E pastaj është folur edhe për agjerimin e kësaj dite. Për ata që nuk janë haxh, ata që agjerojnë, pra ditën e Arafatit, i kanë 2 vite shpërblim, falje mëkatesh. Të gjitha këto të ndershëm vëllezër dhe shumë të tjera na presin prej mirësive në ditët në vijim, prandaj të mundohemi që të jemi pjesë aktive e këtyre vlerave, ditëve me vlerë, pra mos u bë përjashtues. Mundohu që të jesh pjesë e këtyre të mirave me aq sa kemi mundësi, me qëllim që të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhelle xhelaluhu. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, sikurse edhe viteve të tjera, edhe këtë vit, pra Kryesia e Bashkisë Islame organizon haxhin dhe do të shkojnë në haxh nga Republika e Kosovës afër 1600 haxhi dhe me lenë Allahut edhe ne do të jemi pjesë e haxhit për këtë vit. Lut Allahun xhelle xhelaluhu për lehtësim të rrugtimit, për pranim të haxhit për ata të cilët shkojnë në haxh dhe lut Allahun që t'i pranon të gjitha veprat edhe për ata të cilët nuk shkojnë në haxh. Prandaj të ndershëm vëllezër, është një inkurajim dhe një mesazh për ata që nuk kanë shkuar në haxh dhe se kanë kryer haxhin, duke qenë se rrethanat po ndryshojnë nga viti në vit, nuk e kemi pra luksin ma që kur t'i bëj shparet me u regjistru. Por dush mu regjistru disa vite më herët për me shku në haxh. Dhe kjo është një shenjë pozitive që gjendja ekonomike jone është e mirë, se përpara jenë kanë, do thot para 20-30 viteve 150 dhe 200 haxhi e tani janë afër 1600 haxhi. Që i bie se të ndershëm vëllezër, pra do të jemi të kujdesshëm të shënohemi për kryerjen e haxhit vite më herët, 1 ose 2 vite më herët. Prandaj po të jemi të kujdesshëm sepse është përgjegjësi para Allahut xhelle xhelalu. Lut Allahun e Madhreshëm që të na lejton rrugtimin për në haxh këtë vit për haxhit e Kosovës dhe të gjithë kado që të shkojnë. Lutin Allahun xhelle xhelaluhu për pranim të haxhit dhe të veprave të mira ata që janë në haxh, por dhe për pranimin e veprave të atyre që nuk janë në haxh. Lutim Allahun për udhëzim, për shërim të gjithë ata që janë të smuar. Lutim Allahun xhelle xhelalu që t'i tejkalon hallet dhe vështirësitë e të gjithë atyre që kanë halla dhe vështirësi. Lutim Allahun xhelle xhelalu që të na shpërblen në këtë botë dhe në botën tjetër me të mirat e tij.